Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni. Po? Suks Rrushkull. Unë ka 20 vjetë që nuk dhe dorë njëri as për rrugët, as për kanalizimet, as për asnjë gjë. Nuk e di Sharbat. Gjithandej janë shtru rrugët, këtë janë skandal. Kanalizimet tër banjot në për rrugë janë, rrugët skandal, nuk e di Sharbat. Ju lutem që të ngrejmë zërin. Unë ju falenderoj që sillni këtu shqetësimin tuaj, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni. Mirëmëngjes, Sebastian. Mirëmëngjes. Mirë. Urdhroni. Jam një punonjës të Telekomit. Po? Mirë qeveria tjetër që na mohoi të drejtën, sepse me vendim të ministrave të Telekomit duhet merrshin 10% të shumës të ushqit. Mirë që sa u dha, kemi 10 vjetë, 9 vjetë që është privatizit Telekomi, jemi dhe aksionerë të kaq vitesh, edhe asë një përgjithje nga asë një qeverit. A mund të interesoni juve bashkë me këtë gjama? Jo, ka një gjë, se ju keni një marrëveshje me ta si aksioner, me të gjithë aksionerët apo jo. Ju keni një asamble ku duhet të mblidheni dhe të diskutoni këtë gjëra në radhë parë, apo jo? Po, ku ne kemi shku, kemi ndjek gjitha të çështje, po gjithë shihesin në atë kohë. Po tani në atë kohë, provoni në këtë kohë, organizoni të gjithë me njëri tjetrin, bëni një mbledhje asambleje, kërkoni të drejtat tuaja ligjore sipas kontratës që keni firmosur, apo jo? Vazhdojmë me të tjerë. Urdhroni. Kërkoni të drejtat. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Unë jam një qytetar të nga Durrësi. Po. Vetëm uli pak zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë. Çfarë problemi keni? Po. Kemi një kanal këtu mbrapa. Edhe ky kanali është shumë i qelbur. Edhe nuk na vjen njëri për ta pastruar. Nga çfarë zone flisni? Tu tek lagja 17 e Uredelanit. Kanali kryesor. Kanali kryesor. Pra ju keni një apel qytetar që të vinë dhe të pastrojnë këtë kanalin, tani sa që është edhe Stina Verës, po? Po, jemi shumë familje dhe është jashtëzakonisht i vend nga era nuk durojmë dot. Qartë. E qartë, mendohet se çfarë mund të ndodhi me një kanal të bllokuar prej kohësh. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Emisioni bashkimit jeni? Po, jemi drejt për drejt me publikun. A mund të flasim bashkimin? Bashkë po flasim, zotëri, urdhroni. Bashkë po flasim? Po. Jam zoti bashkimi. Mos dëgjoni vetëm televizor, zotëri, sepse ngatroheni kështu. Presim dikë tjetër atëre që zbaton këto kushte teknike. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkimi, mirëmëngjes. Urdhroni. Ju uroj shëndet një ditë mbarë. Edhe ju një ditë mbarë paçi. Çfarë do thoni? Jam nga Durrësit, e kam ngrit edhe një herë problemin. Cilin problem? Ju lutem, eci me kamerën e juaj, na ndihmoni se jemi në hall të madh me komshion. Na ka vënë kavaleta 30 metra gjatë, afër avllis, me lope, me dele, ne nuk hapim dot dyre dritare, kolektori para shtëpisë. Komshiu këtij nuk e dim, shkojmë na për bashki, nuk na pret njëri bashkim. Ju lutem, ke ju kemi besim, po pat mundësi, eci me kamerën e juaj, ai na bosi pasaj lagjës, nuk pyet njëri ai është si kriminal. Ne na vdiqet zoti bashkim. Kemi frikë kur zbardh drita shqyr që zbardhet se po na bjen ai flak. Ju lutem. Në çfarë zone? Në çfarë zone jeni? Po. Në Rrushkull. Po. Rrushkull i Durrësit. Po, dhe keni lajmëruar policinë e shtetit dhe çfarë ju thonë? Po, e kam lajmëruar policinë e shtetit, e falenderoj, na ka ardhur nga dishmëri na ka ardhur, ka shkuar, i kanë thonë, nuk çakok, edhe ka thonë dhe këte i vizonës që po nuk erë bashkia, qoftë se nuk i bindet bashkisë, atëherë veprojmë ne. Tash çfarë do bëjmë ne zoti bashkim? Jemi në hall të madh, ju heci me kamerën e juaj, edhe do mbesoni ç'a halli kemi si lagje. Dhe në bashki, jo lagje, po duhet një rrushkull. Dhe në bashki nuk ju ka pritur askush? Po, do vinë erë dhe një herë nuk çau kokën më. Jo, nuk na pret asnjë, na mbylli dhe telefonat zoti bashkim. Ai Vangjush Dako për çai mori votat. Për çai mori votat der në der. Jemi në hall të madh zoti bashkim. Ju lutem, heci në animoni se nuk do ju ndam televizorit juaj derisa të na zgjidhni problemin. Po, unë falenderoj që sillni problemin që është qetëson, siç e shikoni kur gjenden mbyllur dyert e bashkisë, kërkohet ndihma me kamerave e medias.
Kamerat sigurisht sensibilizojnë, tregojnë realitetet dhe do t'jenë gjithmonë pranë problemeve sociale, pranë problemeve të qytetarit. Por më normale do t'ishte që zyrët e bashkisë të funksionojnë dhe t'jenë pranë qytetarëve me hallet dhe shqetësimet e tyre. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Desha të flisja me News 24. Urdhroni, aty po flisnin, në atë ekran. Po. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë, urdhroni, flisni. Desha të përshëndesja juve për emisionin. Probleme kemi shumë, por nuk besoj të zgjidhet në këtë ekran. Po nuk zgjidhet, media nuk zgjidh probleme, sensibilizon dhe ngre zërin, po. Urdhroni. Kështu që unë vetëm për të përshëndetur, mora. Vetëm për përshëndetje. Jam nga qyteti Prenjas, si jam. Mirë, një përshëndetje nga Prenjasi, të bën të ndjehesh mirë në fillimin e një dite të re. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mëngjesi. Po? Studia News 24. Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Po, faleminderit. Vetëm ulni zërin e televizorit, zonjë. Po, atje. Zbatojni këto kushte, pra, se më Një vita zoti bashkim, ju flasim nga fusharësi. Po? Kam dy probleme. Një problem është personal, një problem është për gjithë popullin e fusharësit. Po, cili është problemi personal? Qyteti është në një varfëri ekstreme. Veç qeveria Rama që është sot, kur erdhi për fushat elektorale i premtoi popullit, jo ta bajmë si i ballja. Fusharësi ja kalovi i ballës, që pa punësi ekstrem, i njëra unë, punëtorët nuk marrin rroga, gjithçka është një varfëni, po bim në një vdekje kështu, në një amnezi totale gjithë popullit. Nuk jena dhe aq pak, nuk mund t'ikim gjithë jetojnë në Tiranë, sepse nuk kemi shtëpia, nuk kemi lek, jemi popullsi e varfër. Më duket se qeveria ka heq dorë nga veriu. Pak nga fusharësi që erdhi me pompozitet madh. I lutem zotit kryeminist, ti hapin sytë dhe të shohin gjendjen e mjerueshme që po kalojnë. Kjo shtresë që është super e varfër, sepse nuk ka ndonjë shtresë liç këto. Kurse se u serova për probleme e parë. Për problemin e dytë personal, ne jemi një familje e përsekutuar. Unë vërtet jam nusja e shtëpisë. Vjashtë jem ka vdek në burg politik në 78-ën, i mytun, i zhduku nuk bie gjë për arsye sepse kanë varros veç tetja asaj kohë shteti komunist. Ka lënë 3 fëmijë, më madhe është burri im që është 6 vjeç, në atë kohë, dhe 2 tjerë kuptohet super vegjël. Se kanë vujt dhe si kanë jetu, e kupton edhe ti s'ka nevojë për më marrë me këtë gjëra. Kemi përjetuar atë kohë, kështu që e dim. Jam interesuar për dëm shpërblimit familjare. Momentalisht me kapa telefonit se do të flisë edhe burri vet. Jena interesuar, kena shkruar Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë e Financave, edhe kjo qeveri që është, na kthej përgjigjen që zgjidhni problemin me Ministrinë e Drejtësisë, ne ju kalojmë në mënyrë direkte dëm shpërblimit. Të jesh djali i një personi që ta ka myt babën në burg politik për agitacion dhe propagandë, 34 vjeç. Mos përfitosh përveç 9 muaj hetuesi sepse ajo është vdek, nuk dihet gjë. Ku foma është gjetë, domethënë ne kena gjetë është në 5 viteve, 19, nuk ka ne gjë rëndësishme. Edhe mos përfitosh as dëm shpërblimin për jetën. Kur ne me ligjin që ka thënë atëherë pasin ashtu siç e kanë meratu vetë. Kanë thënë takon për 8 vite do të shpërblehet sepse ai nuk ka arrit me marrë dënimin. Pavarësisht sa ba 10 vjet ai ka vdek, ose ka myt, nuk dihet gjë. Te Ministria e Drejtësisë kena shkruar letër, nuk na ka thyer përgjigje, kena shkruar disa herë, e financave thotë zgjidhëm me problemin e drejtësisë. Lutem shumë, i lutem zotit Ylli Manjani, për dosjen e Salim Liman Furrikut, që nuk përfiton dëm shpërblim përveç 9 muaj hetuesi, kur tjerë marrin miliona, ne jetojmë fusharë në varfëri, është turp. Na takon dëm shpërblimi i jetë që është dënos dikur për 8 vite, dhe me thanë, këto njerëz që nuk e në arrit me ba dënimin, edhin që janë vdek mënyrë, si do të shprejmë fjalën më saktë. Atëherë të japin, është danë që të të marrin bara sa gjëra sikur të mbatë 8 vite, nga 20.000 lekë si shënten. Ne e kena marrë deri te soti bashkim, vetëm nga 2 milion lekë vjetra shqiptare, që përpjesohet për 4, 3 fëmijë dhe vjehra, dhe asë gjë ma tepër. A ka mundësi, nuk jena shpërblim, ma shkurgja, të 25 vite demokratikë. Le të shpresojmë që do të keni një përgjigje nga Ministri i Drejtësisë, i cili është tepër i vëmendshëm ndaj qytetarëve. Është dosja në na kërkojnë ne dëshmitar të viteve 78. Ne studiojmë dëshmitar për vitet 19.
Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu shqetësimin që keni. Besoj se do të gjeni një përgjigje nga Ministri i Drejtësisë, i cili është tepër i vëmendshëm ndaj qytetarëve dhe që flasin në emisionin Koha për të zgjuar. Urdhroni. Përshëndetje, zoti. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni. Unë kisha një kërkesë, jo si nuk do të sugjeroj asnjërin, po kërkesë si popull, si njëri i këtij komuniteti, i këtij populli. Me rivendosjen e Kushtetuesës së Shqipërisë me datën 22, unë propozoj si popull, jo si individ, pastaj kush më mbështes, që e gjithë elita shqiptare që nga vitet e para demokracisë dhe deri sot, të vendoset në një sit dhe secili pa cënuar të drejtat e njeriut. Secili të përgjigjet asaj atij ligji që ai ka qenë ligji dhe në kohë të komunizmit, por është deformuar nga vetë prokurorët me dëshmitarë. Dhe kjo sit të vendoset nga secili pjesëtar i shtetit të asaj kohe dhe kësaj kohe. Edhe të sitën këto gjëra dhe të morë drejtimin që donë populli shqiptar dhe të pastrohet e gjithë drejtësia edhe politika edhe administrata. Me një administrat të inkriminuar, me një drejtësi të inkriminuar, me një politik të inkriminuar, nuk ka se si populli shqiptar të shkojë dhe të dojë demokracinë. Falenderoj që ndëgjove. Unë ju falenderoj që sillni këtu këndvështrimin tuaj dhe analizën tuaj si qytetar. Urdhroni. Urdhroni ju lutem. Përshëndetje zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. Jam një banore e Basores. Dhe kemi shumë probleme me dritat, faturën e energjisë elektrike. Cili është problemi që keni? Problemi është se nuk vinë faturisat për të pasahatën dhe na vendosin shumë Vendosin shumë që nuk i përgjigjen realitetit, thënë. Po. Është një problem shumë i madh për neve. Sigurisht, kur ka fatura abuzive, është një problem i madh që rëndon mbi qytetarin. Urdhroni. Mirëmëngjes zoti Bashkim, dhe urimi për emisionin. Urdhroni. Ju falenderoj për këtë emision të bukur, pavarësisht se politikanët e qeveritare tanë duhet që ta ndjekin me vëmendje, pasi këtu pasirohet jeta e përditshme e qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Ndoshta nuk e kanë mendjen tek zëri qytetarëve. Duhet ta kenë, për ndryshe do të paguajnë me votë, do të vijë ditave tyre. Tani zoti Bashkim më bëri përshtypje dje një lajm në News 24 lidhur me shërbimet e urgjencave pranë qendrave spitalore. Më bëri përshtypje se si qytetarët ende vazhdojnë që të mos jenë korrekt me këtë shërbim, duke u tallur me numrat e telefonit të këtyre shërbimeve. Por më bën përshtypje dhe fakti që sot në kohën e zhvillimit të teknologjisë, ku unë jam i sigurt dhe jam shumë i qartë që të gjithë numrat që gjithë personat që mund të fshehin numrin është plotësisht e zbulueshme dhe më bën përshtypje se pse këto shërbime nuk aplikohen në polici apo në prokurori. Këto unë e di shumë mirë që në rast se një person kërkon të tallet me dikë tjetër apo kërkon të bëjë një shantazh ndaj dikujt, këto numra janë plotësisht të verifikueshëm dhe gjithkush që kërkon të tallet me shërbimin spitalor të urgjencës duhet patjetër që në bazë të ligjit të marrë dëshkimin e merituar, sepse këto janë të gjitha mundësitë. Ne kur kërkojmë që të aderojmë në Bashkimin Evropian, duhet të përpiqemi vetë së pari që të rregullojmë ato gjëra të brendshme që ne duhet të rregullojmë. Pra, të kemi një synim të qartë që në Evropë nuk shkohet vetëm nga ana politike duke pasur marrëdhënie me Bashkimin Evropian, por së pari duke u bërë vetë ne qytetarë evropian. Pra, dhe qytetarët të ndërgjegjësohen që mos të bëjnë veprime të tilla, por edhe këto organe duhet të jenë më korrekte, më zbatuese dhe për drejtë të ligjit, duke qenë kështu një shtet në të vërtetë me pikpamjen e me kuptimin e fjalës shtet. Unë të falenderoj zoti Bashkim, e të uroj gjithë mirat. Unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj dhe vëmendjen tuaj ndaj këtyre problemeve. Urdhroni. Zoti Bashkim, unë jam për emisionin. Urdhroni. Shikoj këtu në ekran se zoti Myti thotë se për vendimin e Strasburgut për 22 milionë euro, shqiptarët do paguajnë gabimet e qeverisë
Rama. Po nuk janë gabimet e qeverisë Rama, këto janë gabimet e qeverisë Berisha, që në vitin 92 që aprovoi ligjin 7551. Në gabimet e lidhë ati që vdikja, zi kryetari i Partisë Republikane, që boni pushtetutën edhe e boni as mish as pesh, kala as anë skrej, edhe janë vetë gabimet e Mediu, ati kriminali që vrau në 26 vetë në Kërtet. Rëndësi ka që do paguajnë qytetarët prapë, me taksat tona do shkojnë ato lekë. Gabimet e qeverisë E qartë. Ju i shikoni vetëm në një anë të fajtorët. Si ta shikojmë ndryshe? Nuk e shikoni në kompleksitet me të gjitha qeveritë e gjithë kësaj kohe? Me të gjithë elitën politike, me gjithë ligjvënësit e kësaj kohe? Nëjse, vazhdojmë me të tjerët, mendimi ju është i qartë dhe këtë vështimi ju është i qartë. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një problem kam me elektrikun. Nga po flisni? Flasim nga Mamuras. Me siguri keni shkuar atje të zyrat e elektrikut, apo jo? Jo, nuk bëhet fjalë për pagesat. Pa për çfarë? Këtu dritat priten orë e pa orë. I presin për të mbulu ato. Ne paguajmë, disa s'paguajmë për të mbulu ato të vetat, ta presin dritat. Po, pra ka ndërprerje të pamotivuara të energjisë elektrike në Mamuras, vjen informacioni nga qytetari. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. Bashkë po flasim, zotëri, urdhroni. Bashkime, dy shqetësime, jo shqetësime të vogla, po dy objektiva që shtroj për para ky kryetari Bashkisë Rioni për administratorët e pallateve një dhe krijimin e transportit publik. Po, urdhroni, flisni. Sepse janë bërë të domosdoshme, sidomos administratorët e pallateve. Ka dhe një ligj tani për vendosjen e administratorëve, po? Pikërisht ky ligj të zbatohet sa më shpejt, pasi në pallat shpeshherë bie ndodhes, domethënë nga që është larmi i banorës, edhe nuk arrin të merren vesh sigurisht. Kush paguon ashensorin njëri të çdo. Jeta në komunitet kërkon edhe organizime të tilla, po. Absolutisht duhet ta çojë deri në fund dhe përshëndesim për të dyja, sidomos edhe transporti publik është shumë i rëndësishëm. Gjithë të bina, faleminderit. Vazhdojmë të presim telefonatat të tjera, urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Po, jemi drejt për drejt me publikun. Dhe me folë me Bashkimin. Bashkë po flasim, zotëri. Po të kishit ullur zërin e telefonit, nuk do të ngatroheshit. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Alo. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po? Më shumë, më përshtypje kjo këtyre ish pronarëve. Po? Që ka paguar shteti kaq lek. Tash edhe kjo Sonila Qatave që është në qendra tjetër shikoj not trafikimet që nga çlirimi, se i kanë shitur i kanë marrë prapë tash këta ish pronarë nuk ngoven. Tërë kanë marrë pallate në gjithë Tiranën, kanë marrë pallate, domethënë që u kanë dhënë me ato pallate i blen me 40.000 lekë, prapë kërkojnë. Ose marrë vesh të punë, edhe aty shikoj not trafikimet që nga çlirimi mbrapa, se i kanë shit ieri, kanë marrë, kanë bërë. Pra të shikoj dinamika e situatës së pronave në vite, thonë jo, po. Në vite, tash ata hipotekën e kanë në dorë ZVP-ja, ajo, Sonila që shikoj si janë zëdhe, tash i kërkoj edhe gjyqje më zyri që bëjnë shumë njerëz, se nuk e din. Shteti e kanë dorë, s'ka nevojë fare për rreth këtë gjyqje, s'ka nevojë, kush e ka pasur, si ka kaluar në trafikin, si është shitur, si është sekuestruar. Kjo s'ka nevojë fare, gjithë të shitë shkot drejtën Starbus. Po ti si në qoftë njëri kërkon pas komestim që po jep vend pa vend, ti shikoj si kanë qenë. Qartë. Gjithë një treqereku i madh, domethënë treqereku po them Tiranës e Shqipërisë, kanë marrë shtëpia me pavarësisht se u ka takuar, shtëpia me punë vullnetare, me shumë me autorizime kanë marrë. I blen 40-50 i blen gjithë me 100.000 lekë. Tash edhe nuk do t'i lë radhë të tjera tash mos ngopje qeveria, vetëm mos ngopje. E qartë edhe është këndvështrimi që keni ju për këtë problem. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Bashkimi janë qytetar nga Korçat, lutem. Po, urdhroni. Neve tash po na vjen dimrim në Korçë, juve e dini që patru nuk bëndet Korçë. Sigurisht. Tash këta bashki do të ndaj bashkia thonë. Tash kanë dalë matrapaz. 15 cop dru, i shesin i vetën i cop dru me 2.000 lekë. Edhe neve s'dim si të bëjmë.
Këta dalin natën, nuk do shes bashkia, nuk do shes kjo. Edhe mbetemi pasur, neve fukanemi pensionist. Pra duhet ta marrim në dorë bashkia këtë shërbim. Po bashkia, po s'podel asnjëri që i japin qarin të lutem bashkia. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tuaj. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirësi, jeni mirë? Mirë, urdhroni. Desi pak në shokun bashkim. Bashkë po flasim zonjë, mos dëgjoni veten televizor se siç e shikoni po ngatroheni. Po ish duke folur. Atëherë flasim me dikë tjetër. Urdhroni. Urdhroni lutem. Përshëndetje, zoti Hoxha. Urdhroni. 22 milion euro. Po. Dalin nga buxheti shtetit, nga taksapaguesit shqiptar. Po. Për vendimet që ka dhënë Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut në Strasburg, Francës. Po, për çështjet e pronave, po. Këto çështje janë shqyrtuar në të tre shkallët e gjyqësarit shqiptar. Se nëse nuk kalon të tre shkallët, nuk e pranon Strasburgu çështjen. Pra do thotë që të tre shkallët e gjyqësarit shqiptar, pronarët e ligjshëm të këtij vendi i ka shkel me kam. Mirë më zotni, po kush për këtyre gjyqtarëve ka dhënë llogari për këto shkelje, për këto vendime të gabume? 22 milion euro. Sa apartamente mund ndërtoj shteti për të pastrejt me 22 milion euro? Apo sa spitale? Kush ka dhënë llogari, kujt i ka dhënë llogari dhe kur ka dhënë llogari këto gjyqtarë? Po. Zoti Hoxha, në Shqipëri, në qoftë se gjyqtarët dhe prokurorët do të lejohen të kalojnë prapë kështu, mos shkojnë në burg, Shqipëria kështu do të shkojë. Pra ju në vizoni... Gjyqtarët dhe prokurorët që kanë dhënë këto vendime me 22 milion euro të vjedhura nga xhepat e qytetarëve shqiptar, duhet të përfundojnë prapa hekurave atje bashkë me ato të dënuar që kanë qenë atje. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj në emisionin ton. Kemi edhe mjaft minuta të tjera, siç e shikoni në këto kohë të fundit, në shkruar me shumë hapësirë për zërin e qytetarëve, duke lënë vetëm gazetat e përditshme në leximin e faqeve të para të tyre. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni lutem. Me zotë bashkim. Po bashkë po flasim zotëri. Përshëndetje. Urdhroni. Zotë bashkim, do të i bëj informacion këtu ke nga fili flasim. Ke Dagja Apollonia, pranë Coca-Colës. Është një kolektor i bllokuar, firma për të mbuluar palarat, pislëgjit, i kputi një beton lart, një asfalt beton, edhe kur bie shira ne mbytemi. Vinë nga bashkia, marrin shnime, premtojnë dhe pusin ikin prapë. Në ky avaz ka një vit. Dhe ky problem ju shqetëson me siguri gjithë komunitetin atje. Janë problemet me të cilat shqetësojnë qytetarët në jetën e tyre të përditshme. Për fat të keq askush nuk vepron nga bashkitë përkatëse për të zgjidhur këto probleme. Dhe ky është një problem tjetër i rëndësishëm për shoqërisë tonë. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Do të bashkimi jeni? Urdhroni, po. Unë flas nga Italia, do të më po vetëm dy pyetje të shkurtra. Do vjen keq për këto pyetje që po i djegin. Mos se qeveria që bëri një gjë me këtë moratoriumin dhe krijoi urrëtie ndaj banorëve të zonave plan, që ato po i djegin e po bëjnë pyetje në këtë mënyrë. Edhe dyta gjë, këtu mediat italiane, para një jave, thoshtin se gjyqtin e kanë mbyllur për favorizu këto kanabis të drognat. Gjyqtarët e gjenë këto pigat. Ka mundësi qeveria i bë këto gjëra. Po ndoshta ju nuk keni qenë këtu, po ne kemi qenë dëshmitar se si vinin gjuetarët italianë dhe i masakronin pyjet tona. Po jo pyjet, po si ka mundësi, për shembull këto që i kanë bërë këto gjëra, ja për shembull dru të pyjet që i kanë djegur me këtë mënyrë. Mos krijohen pak urrëtieve ndaj banorëve. Se po them, këto. Po e qartë edhe shqetësimi juaj dhe vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni.
s'kam folur para 3-4 ditësh e kam shkutur mua apetin. Atëre presim dikë tjetër, që nuk ka folur këto kohët e fundit. I lutem atyre që marrin shpesh, t'i lënë radhë dhe të tjerëve. Urdhroni. Zoti Bashkim, ju jeni? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Foli bu, se ka një problem. Po? Jam nga Lushe, Bashkim. Urdhroni. Është mbrumbi emri dhe dua të nxjerr pasaportën. Po? I kemi bërë ato certifikatat origjinale, i kemi marrë, i kemi dorëzuar ka gjene civile në Lushje. Mirë po bëjmë 3 muaj sta kanë frigjet në sistem. Po pse? Tash ja fatat një procedurë që duhet ndjekur, se nuk e njoh këtë sektor. Po pra, si unë janë me 10 për bësë të thënë me qindra, zoti Bashkim. Mos ndoshta duhet në një procedurë gjyqësore për të rindruar emrin? Jo, mbi emrin e kanë ndruar gabimisht të përshkrojnë. E kanë shkruar gabim ata, nuk është gabim Jo, ne kemi bërë tani ato dokumentat origjinale, kemi dorëzuar. Dhe sa kohë ka që prisni? Fatat ligjore janë 3 javë, ajo. Sot po mushim 3 muaj. 3 muaj. Ja një dëshmi të moszbatimit të afateve dhe të korrektesës ndaj qytetarëve. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo, mirëmëngjes. Flisni. Jam një qytetare këtu nga Tirana. Dua të di si është puna për këto rimbursimin e ilaçeve të veteranëve. Se kryeministri dele thot që veteranët i kanë të gjitha ilaçet pa pagesë. Shkonte specialisti thot ky është veteran edhe i takojnë ilaçet pa pagesë. Kurse mjeku i familjes të thot nuk t'i jap dot se më vën gjob. Atëre si është kjo punë? Kë duhet të besojmë neve? Duhet të besojmë kryeministrin apo mjekun e familjes? Përderisa thot që veterani i ka pa pagesë, pse duhet i paguajmë neve ilaçet? Unë nuk e kuptoj këtë. Po ndoshta kryeministri e ka thënë, po ka harruar ndoshta të nxjerrë aktet nënligjore që duhet i zbatojë mjeku familjes. Është për të tëra ilaçet. Unë e kam lexuar edhe në atë që për veteranët e luftës të tëra ilaçet janë pa pagesë. Atëre pse refuzon mjeku i familjes të zbatojë këtë? Refuzon mjeku i familjes. Unë nuk e kuptoj këtë. Kjo është si ajo i Zoti e jep te lalli se shet. Po e qartë edhe shqetësimi juaj. Urdhroni. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni. Jam një ishi përndjekur nga Korça. Dhe i bëj thirrje avokatit të popullit për tërë këto ankesa që kanë vajtur nga ishtë përndjekur nga prona, nga tëra. Nuk vetera për to njerë parlamentit gjej kryeministri atje. Ajo e ka detyrë, një emër 4 muaj do të vej 3 në vit. Pse nuk vej ajo atje? Ja kujtoni ju me zërin tuaj që i bëni sugjerimi. Do të vej ajo atje dhe të thotë kur do t'i ndaj këto lek, kur do t'i jap prova, kur do t'i jap të gjitha këto që kërkojnë neve. Edhe ty të bëj një thirrje ta fresh kryeministrin aty. Si që i thrisni më përpara. Thresim. Sa të tjera i thresim. Edhe ti do ta fresh atje ti thua çfarë bëhet zoti kryeministër me këto. Ne thresim, po ndoshta i nuk e preferon këtë ekran të emisionit tonë për të bërë bisedë. Po pse nuk e preferon? Ai si popull ti zgjedh popullit ai. Ti kujtesh ai. Qartë, dhe unë ju falenderoj dhe juve që sillni në mënyrën tuaj shqetësimin që keni. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni, lutem. Ju lutem ulni zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë, nëse doni të vazhdojmë bisedën normalisht. Ka një shprehje. Jam i detyruar t'ju ndërpres bisedën, zotri, ulni zërin e televizorit. Ka një shprehje. Ndërpresim bisedën atëre dhe presim një dikë tjetër. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pra. Flisni. Flisni zonjë. Me zotin Bashkim po flas. Po bashk po flasim me këtë tjetër, këtij telefoni herat. Po. Kam një problem shtëpie. Po? Ka gati 20 vjet që ka vdek vjerë. Dhe kjo tapia shtëpisë ka mbetur në emër të vjerit. Po.
është ato fëmijët e mi nuk ekzistojnë para aty. Kur jam martuar faktikisht ka qenë vetëm vjera dhe buri. Ka një ligj trashëgimie me vdekjen e personit, i cili zbatohet, ju duhet paraqiteni te një noter që t'i shikoni, te një avokat që t'i shikoni mirë ato ligje dhe procedurën që duhet të ndiqet. Urdhroni. Urdhroni me mëngjes. Urdhroni. Para 2 muajve ne shikonim për ditët të AKP-s që dilte thonte shuma e pronarve është kaq lek për t'u kompensuar janë lekët në bank. Kisha qef ta shifsha edhe herë tash atë të AKP-s drejtoreshën. Ku do t'i marrin ato lek pronarë se kanë kaq kohë që i kanë plotsuar dokumentat? Pse janë plotsuar dokumentat, kanë dalë emrat dhe nuk kanë marrë lekët? Po, ka 3 muaj që kanë dalë emrat, shuma totale thot kaq do marrin, i kanë lekët në bank thot ne të ashtu do i marrim me ku do i marrim? Kaq kishte. Kemi dhe 1 minutë kohë dhe për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po desha të tas me zotin Bashkim. Bashkë po flasim zotëri. Pa bashkë. Mirëmëngjes zotin Bashkim. Urdhroni. Mirë. Po ime për emisionin. Ullni zërin e televizorit, zotëri. Pa ullni zërin e televizorit, ju lutem. Ullë e kam me gjatë të davut për fare. Dakor. Urdhroni. Shumë drejt kini. Unë disa probleme ka të shi këtu në jetën tonë, po gjithsesi. Flasim edhe për pensionet. Se ndori një ditë 93-shin, ato që kanë dalë para 93-shit, nuk përfitojnë mbulsime ku dion dhe këte. Po vazhdojnë dhe këta. Të njëjtit bëri i binë. Që s'është e drejt fare. Pra duhet përfshien dhe ata në skemën e pensioneve, thonë ju, po? Në skemën e pensione, po jo 93, 94, se të thonë zotin me vesh. Qartë. Të kisha një qikë për pronarët, me thonë drejtën, unë nuk e pranoj të që është ish pronar, a i që ka qenë pronar. Në kohën e Verozës i mori pronat e Verozës, po me thonë drejt një la dokumentat. Në kohën e demokracisë pretenduam shumë se do të fitojnë një gjë, aty u shduken dokumentat dhe u prishën në masë. Hyni në temë, ju lutem, se... Në temë kjo është tema, sepse vujta 7 vjetë në përgjyqje tjera tjera. Shqetësimi juaj, me një fjali cili është? Ura? Me një fjali të një, shqetësimi juaj, cili është kryesor? Shqetësimi është që duhet pasur në qikë parasysh se këtë punë, kush i filloj, kush i prishi dhe përshtojnë për prapë, si të them, a i fletë për prona, se del Partia Demokratike, me të drejt fletë qotë, po qka bërdje? Qartë, pra gjithë klasa politike, gjithë ligjvënësi, klasa politike është fajtore për çështjen e pronave, thonë ju. Ishte telefonata fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.